Nëse i bëjmë ndryshimet kushtetuese, do të jemi më të mirët, e pastaj do të marrim veto të re dhe do të kemi probleme të reja. Ky ishte qëndrimi i kryeministrit Hristijan Mickoski duke komentuar raportin e Komisionit Evropian për përparimin e vendit, ku është theksuar se Maqedonia e Veriut nuk ka bërë fare përpjekje për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Mickoski megjithatë është i kënaqur nga vërejtjet në raport sepse, siç thotë, vendi nuk po kthehet prapa. Ka ngecje në disa fusha, të gjithë e dim dhe të gjithë e kemi diskutuar, e ajo është sundimi i së drejtës, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, dhe për këtë shkak vazhdimisht them se nevojiten ndryshime në Këshillin Gjyqësor, në prokurori dhe kështu me radhë, tha Kristijan Mickoski, kryeministër. Mickoski nuk mund të pajtohet me disa konstatime nga raporti se vendet e tjera të rajonit janë para Maqedonisë, madje thotë se vendi në shumë fusha është shumë para Shqipërisë. Unë nuk mund të pajtohem me konstatimin se disa vendet të tjera janë para nesh. Për shembull, ne jemi shumë më përpara Shqipërisë, kushtimisht thënë, madje në 8 fusha jemi para Shqipërisë. Kështu që kur do të analizohet gjendja e shteteve, e cila është e gatshme dhe cila jo, vlerësimi objektiv është se Mali i Zi është i pari. Në vend të dytë jemi ne dhe Serbia, e më pas vijnë Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe kështu me radhë, u shpreh kryeministri Kristijan Mickoski. E derisa Mickoski është i kënaqur, nga LSDM-ja opozitare thonë se raporti e dëshmoi se kjo qeveri është e paaftë dhe anti-europiane. Komisioni Evropian jep vlerësime të qarta, të detajuara dhe objektive, ku tregojnë pasqyra reale për atë se ku e solli Maqedoninë qeveria e Kristijan Mickoskit në ngecje, kthim mbrapa dhe paralisë të rëndësishme institucionale. Ky është raporti më i keq në 10 vitet e fundit. Nuk ka përparim në asnjë fushë, reformat janë bllokuar dhe qeveria nuk ka vullnet dhe as kapacitet të punojë në interes të qytetarëve dhe shtetit, thon nga LSDM. Në raportin për përparimin e Maqedonisë së Veriut që para 2 ditësh e publikoi Komisioni Evropian, thuhet se vendi duhet të zbatojë reformat themelore që lidhen me Bashkimin Evropian, si dhe miratimin e ndryshimeve relevante kushtetuese që janë shënuar në konkluzionet e Këshillit nga 18 korriku 2022.